Një problem të madh tani, problemin e sistemit, që zoti Rama, fal Berishës, po e mban në këmbë. Ky sistem Zgjedhor. i cili ka zgjedhor, proporcional, rajonal, ka filluar të sjellë shumë probleme. E para, nuk ka përfaqësim dot të forcave politike të re alternative. Në mendimin tim, ndoshta këtu mund ndahemi. Unë mendoj kjo Parti Socialiste, me gjithë fuqinë e saj të paimagjinueshme, e ka mbyllur misionin e vet, e para që ka bërë transformime jo shumë të mëdha nga Partia Komuniste, Socialiste, dhe në rrugtimin e saj ka drejtie shumë të mëdha, por ka funksionuar realisht me përgjegjësinë për të mbajtur shtetin. Dhe kjo tregon që vetdia e të majtëve për shtetin ka qenë më e madhe në vendin tonë se pjesa e djathtë. Kurse pjesa e tjetër, mos harrojmë dhe u keni shumë dole ke jo tjetër, a ka të majtë djathtë Shqipërisë, po vazhdo si ndërprer. Po shumë mirë. Pjesa tjetër ka pjell pafund partiza. Dhe unë besoj kjo fuqi për të pjell vazhdimisht nuk vjen thjesht prej forcës së tyre, po vjen prej asaj dëshirës madhe të qytetarit shqiptar të ketë një alternativë. Unë personalisht jam shumë i dëshiruar të gjej rrënjët e të djathtës shqiptare, ndërsa të majtët kanë gjetur një pararendës të jashtëzakonshëm, që është Samir Frashëri, që është një figurë vërtet e mrekullueshme, ka bërë projekte për Shqipërinë kur Shqipëria jo thjesht nuk ekzistonte, po akoma nuk mendoi nëse do ishte shtet ndonjëherë. Kurse djathta me Shqipëria s'ka qenë çështje do të jetë. Po, ai është traktati që e materializoi. Dhe këtu më solli edhe një ide tjetër që dua t'ju them. Por e djathta me vibrimet e shumta, me arrogancën që ju that një moment që Zoti Alizoti e teproi në këtë, sepse familja e tij vërtet që ka qasje pak jo të mirë me kolaboracionistë